Me pamje tash po besoj që e kemi edhe me zë. Liridon, s'po e marrë kuon më gjatë, po ta kalojnë linjen me njerë. Po, faleminderit shumë shpresa. Nuk po ata mundësin me dëgju se cila ishte pyetja prej e nisit, mirë po unë po raportoj këtu prej qendrës votimit që ndodhet në shkollën Fajkonica këtu në kryeqytet pra dhe prej mëngjesit derisa po qëndrojmë edhe kur e kemi bërë edhe lidhjen e parë për hapjen e vendvotimeve, 6 vendvotimeve që ndodhen këtu në këtë qendër, është parë në vazhdimsi se nuk ka pasur një numër kështu të madh të votuesve që kanë ardhur për ta shfrytzuar të drejtën e tyre të votës këtu dhe e kemi tashmë edhe konfirmimin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që në këtë qendër të votimit deri në orën 9, pra për 2 orë, kanë votuar vetëm 165 persona apo shprehur në përqindje që është vetëm 3.15%. Duke lexuar si të tillë, i bie se dalja është shumë e vogël, krahasuar edhe me daljet e zgjedhjeve paraprake këtu në këtë qendër të votimit dhe ndoshta kisha me lidh më shumë atë aspektin edhe të motit që është diskutuar prej mëngjesit që është pritur që ndoshta të ketë një dalje më të madhe të qytetarëve që të votojnë. Mirë po, kjo është zgjedhja tyre, këto janë statistikat, kjo është dalja realisht që po e transmetojmë edhe të shikuesit tanë dhe ndoshta tashmë në orët në vim do të ketë edhe rritje të interesimit, po them kështu, dhe ndoshta edhe fluks të njerëzve që do të vinë dhe të votojnë në qendrën e votimit këtu në shkollën Fajkonica, që është një prej qendrave më të mëdha të votimit në komunën e Prishtinës, prej 5245 votuesish. E qartë Liridon, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejt për drejt, sigurisht do të rilidhemi përsëri me agjendat të tjera, me aktivitetet të tjera, ndërkaq aktualisht do të shkojmë në Prizren atje ku e kemi kolegen Qendresa Tërshani për të na treguar detajet